Diçka të fundit, protestat do vijojnë vetëm në rrugë apo edhe brenda sallës parlamentit? Unë mendoj që protestat duhet të zhvillohen në çdo vend edhe në shkalla pallatesh. Nuk ka në besimin tim, vendi është një situatë aq kritike dhe ndjen një keqardhje të madhe që jemi në këtë situatë. Në vend që të ishim duke punuar për integrimin e Shqipërisë në BE, në vend që të punonim për forcimin e institucioneve demokratike, ne po luftojmë sot për mbijetesën e shtetit shqiptar. Është një situatë realisht dramatike, kush dojtë ta dëgjojë, nuk janë argumenta politike, kam argumenta politike përballë të majtës sa të dua, por sot ne nuk mund të flasim më për politikë, se po flasim për mbijetesën e kombit. Do duhet të zgjedhim o me Shqipërinë o me narkoshtetin. Unë kam zgjedhur këtë krah dhe për të mbrojtur Shqipërinë ne duhet të jemi të gatshëm të bëjmë gjithçka. Sot të rinjtë dhe trejat nuk blejnë dot shtëpi, sepse metri katror në Shqipëri është më i lartë se në Madrid dhe në Milano. Dhe kjo është tani më zyrtare. Kemi metra katror në Tiranë që janë më të larta se në Madrid dhe në Milano. Dhe kjo vjen vetëm si rrjedhoj e pastrimit të parave në ndërtim. Dhe këtu duhet të jetë hetimi më i thelluar, më i madh nëse do të kishim drejtsinë që si pastrohen gjithë këto para, çan gjithë këto pallate që dalin gjithandej, çan gjithë këto kulla, çan këto kompani me nga 40.000 euro në llogari që ndërtojnë kulla nga 10 milion euro. Këtu duhet të filloj hetimi dhe nëse do të kishim neve drejtësi, kemi sot pasigurinë e jetës kudo, bandat kanë kontroll total në gati çdo qytet të vendit, kemi sot mungesë transparencë totale, mungesë të ndarjes së pushteteve, nuk dihet ku fillon njëri pushtet dhe mbaron tjetri, kemi degradim total të institucioneve parlamentare, kemi infiltrim në nivelet më të larta të sigurisë kombëtare të krimit organizuar, praktikisht siguria kombëtare është zhbër, nuk ekziston, informacionet për personale të qytetarëve shqiptar sot janë në dorë të karteleve, sepse ato i ka Akshi, pra në kryeqyteti drejtohet nga burgu, jemi një vend i destabilizuar. Duhet bëjmë gjithçka për të kthyer stabilitetin. Jemi të destabilizuar. Dhe me zgjedhje të lira patjetër. Para në kryeministër. Nuk mund të ketë asnjë qeveri qoftë djathtë apo e majt, nuk mund të jetë në shërbim qytetarëve nëse nuk është zgjedhur nga qytetarët. Por rrëzimi i një narkopušteti mund të vijë në forma nga më të ndryshmet. Ndërtimi i një shteti mund të vijë vetëm nëpërmjet proceseve demokratike. Një sistem demokratik garanton zhvillim ekonomik. Kjo është thelbi i kërkesës së Partisë Demokratike. Ndaj ne kërkojmë një qeveri tranzitore bashkë me aleatët, se s'mund ta vendosë njëra parti vetëm se kush duhet të jetë kjo qeveri, me aleatët ndërkombëtar të ulen ata të nxjerrin një qeveri tranzitore apo teknike ta quajnë si të duan, të ketë një kohë të mjaftueshme kjo qeveri për të garantuar zgjedhje dhe një proces të lirë, dhe nuk presim proces perfekt, se nuk bëhet një proces perfekt nga këtu ku jemi në proces perfekt, po të minimalisht të garantohet siguria e votës, të garantohet lirshmëria e votës. Dhe pas kësaj, nga ai proces i drejtë, cila do qeveri të dali, është një qeveri që detyrohet të përgjigjet qytetarëve. Pra, këtë mendoj unë që është thelbi i kërkesës kombëtare që ka sot. Të kthehemi në një proces legjitim, në një proces demokratik dhe jo në një proces që siç tha, ka thënë dhe Europa, që nuk dallohet vjendarse midis shtetit dhe partisë dhe që mafia nuk lejon rotacionin politik në Shqipëri. Pra të kthehemi këtu dhe jam më së i bindur që do t'ja dalim, jemi në rrugën e duhur, jo vetëm shqiptarët, po tani më edhe komunitetin ndërkombëtar është i qartë se ç'po ndodh në Shqipëri, i kemi informuar, kemi patur takime në nivele shumë të larta, unë kam qenë në Munich, kam qenë në Shtetet Bashkuara, kolegë të mi po ashtu, kryetari i grupit sapo është kthyer, zoti Kolliçi ka qenë në SBA, kemi përsëri takime të tjera, do të kemi takime gjatë kësaj jave me EPP-n, së shpejti edhe në mars do kemi një takime të tjera me deputet të Bundestagut, pra jemi në një ndërkombëtarët i kanë syrë edhe nga opozita dhe nga vendi. Kemi takime konstante dhe informojmë në mënyrë konstante. Mos u mashtroni nga këto pejsazhet mediatike që nxjerr Mero Baze dhe Baton Haxhiu se çfarë po bën Edi Rama. Edi Rama janë shumë qartë njerëzit se kush është ai. Prandaj ecim